Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë një urim për besimtarët musliman me rastin e festës së Fitër Bajramit, duke shfrytzuar këtë mundësi për të theksuar angazhimet e tij pas zgjedhjeve të 11 majit. Ai njoftoi se nga vendimet e para do të jetë dyfishimi i fondit për komunitetet fetare, një fond që ai e quajti të domosdoshëm dhe që u takon plotësisht. Berisha gjithashtu theksoi se do të bëhet një përpjekje e madhe për rikthimin e pronave të komuniteteve fetare ose për kompensimin e tyre, duke e përshkruar këtë si një nga pasuritë më të plaçkitura në Shqipëri. Në fjalën e tij ai garantoi se falja e ditës së premte do të përcaktohet në ligj dhe në orar, duke siguruar se çdo besimtar musliman do të ketë kohën e nevojshme për të kryer detyrën e tij me falje në xhami. Musliman, Mirësisë i Zotit Spahiu, bashkëpunëtorëve të tij dhe me këtë rast të gjithë besimtarëve musliman që kanë agjëruar, por dhe të gjithë besimtarëve të Zotit, këtë ditë të nderimit, të përkushtimit, sakrificës dhe përkushtimit të njeriut ndaj të Madhit Zot, vlerave hyjnore më të mira. Por e të shfrytëzova rastin për të zotuar para kryetarit të komunitetit musliman, Zoti Spahiu, dhe të gjithë shqiptarëve, se pas 11 majit, nga vendimet e para do të jetë dyfishimi i fondit për komunitetet fetare. Fondi i cili është i domosdoshëm dhe u takon plotësisht. Sikundër një përpjekje madhore do të bëhet për rikthimin e pronave të tyre ose kompensimin, mbasi pronat e komunitetet fetare janë pronat më të plaçkitura në Shqipëri. Së treti, unë garantoj dhe garantova dhe Zotin dhe kryetarin e komunitetit, Zoti Spahiu, dhe garantoj besimtarët musliman se falja ditën e premte do të përcaktohet në ligj dhe në orar. Dhe çdo besimtar musliman që dëshon të kryej detyrën e tij me faljen në xhami do ketë kohën e dhënë për këtë destinacion. Pra, nuk do mund të bëhet më orari zyrtar, pengesë që njerëzit të falin të premten që është dita e për adhurimin për muslimanët, dhe kjo nuk është lehtësi, kjo është detyrim, do vendoset me njëherë pas 11 majit.